Prej 3 javësh Edi Rama premton një platformë reagimi dhe reflektimi të qeverisë ndaj protestës që nisi më shumë se një muaj e gjysmë më parë. Kryeministri deklaroi se kishte ngritur një ekip të posaçëm për të analizuar pakënaqësinë publike, kërkesat e protestuesve dhe ndjeshmërinë e qytetarëve ndaj qeverisë. Megjithatë, reflektimi nuk ka ardhur. Qeveria nuk ka bërë publike asnjë përgjigje konkrete, ndërsa askush nuk e di se çfarë përmban platforma e paralajmëruar nga Rama. Kjo heshtje ka prodhuar versione të ndryshme. Disa flasin për ndryshime të thella në kabinetin qeveritar. Të tjerë paralajmërojnë ndërhyrje të mëdha ligjore, që mund të prekin procedurat për lejet në bregdet, kontratat publike dhe lejet e ndërtimit. Një version tjetër flet për rishikimin ose anulimin e një pjesë të lejeve që qeveria ka dhënë për gjatë bregdetit, përfshirë projektet e debatueshme në Zvërnec dhe Sazan, por këto versione nuk qarkullojnë rastësisht. Skuadra që administron komunikimin dhe imazhin e qeverisë i hedh ato në publik me kujdes, për të matur reagimin, për të orientuar debatin dhe për të fituar kohë. Rama nuk po reflekton, Rama po negocion. Kryeministri nisi negociatat që në momentin kur protesta mori për masa që mund të rrezikonin kontrollin e tij politik. Ai po negocion me disa palë njëkohësisht, me ata që dyshohet se kanë financuar ose mbështetur protestën, me strukturat që kanë ndërtuar strategjinë e saj të komunikimit, por edhe me një palë tjetër më të brisht dhe potencialisht më të rrezikshme për të ardhmen e tij se sa vetë protesta. Të gjithë politikanët që kanë drejtuar qeverinë, presidencën ose partitë kryesore në Shqipëri kanë negociuar në momente krizash. Shumë prej tyre kanë marrë pjesë edhe në negociatat për fatin politik të kundërshtarëve të tyre, por Edi Rama ka kthyer negociatën në mekanizëm kryesor të funksionimit të pushtetit të tij. Karriera e tij politike lidhet që në fillim me një prej rrjeteve më me ndikim në politikën dhe financën ndërkombëtare, atë të George Soros. Rama hyri në politikën e nivelit të lartë me mbështetjen e këtij rrjeti dhe ndërtoi gradualisht marrëdhëniet që i garantuan akses në qarqe të rëndësishme jashtë Shqipërisë. Kontaktet me familjen Rothschild gjatë periudhës kur Rama drejtonte Ministrinë e Kulturës, angazhimi i tyre në çështje që lidheshin me Butrintin dhe lobimi i vazhdueshëm pranë demokratëve amerikanë për bën një pjesë të këtij itinerari. Megjithatë, Rama nuk u kufizua vetëm te krahu demokrat. Ai ndërtoi ura edhe me lobist të lidhur me republikanët në Shtetet e Bashkuara. Një nga emrat kryesor në këtë histori ishte Arthur J. Finkelstein, strateg politik amerikan i njohur për fushatat konservatore. Finkelstein dhe rrjeti i tij i konsulencës kanë punuar me politikanë të ndryshëm jashtë Shteteve të Bashkuara, përfshirë Viktor Orban. Sipas informacioneve që kanë qarkulluar për vitesh në Tiranë, strukturat të lidhura me të kanë këshilluar edhe Edi Ramën që në fazat e para të karrierës së tij politike. Kjo marrëdhënie vendosi Ramën në një pozitë të ndërlikuar kur Hillary Clinton mori postin e sekretares amerikane të shtetit. Finkelstein kishte ndërtuar një pjesë të veprimtarisë së tij politike mbi fushatat kundër familjes Clinton. Përpasoj Rama kishte nevojë për një ndërmjetës që t'i hapte rrugën drejt administratës demokrate. George Soros e luajti këtë rol. Kablogramet diplomatike që publikoi WikiLeaks pas ngjarjeve të 21 janarit 2011 hodhën dritë mbi kontaktet, ndërmjetësimet dhe kanalet që vepronin në prapaskenën e krizës shqiptare. Edhe në krizën aktuale, Rama po kërkon mbështetjen e Sorosit. Synimi i tij lidhet me ndalimin e protestave ose të paktën me zbutjen e fazës së dytë të tyre, e cila mund të marrë për masa më të mëdha në fund të gushtit dhe gjatë periudhës që përkon me fushatën amerikane për zgjedhjet e mesmandatit. Pikërisht në atë periudhë mund të rikthehet në vëmendjen politike amerikane projekti i lidhur me familjen Trump në Shqipëri. Investimet e paralajmëruara në Sazan dhe Zvërnec mund të kthehen nga projekte turistike në çështje politike dhe elektorale në Shtetet e Bashkuara. Rama i konsideron negociatat e tanishme si mundësinë e fundit për të shmangur një përplasje të drejtë për drejtë. Sipas burimeve, njerëzit e administratës Trump kanë refuzuar deri tani kontaktet që ai ka kërkuar. Ata dyshojnë se qeveria shqiptare përdori ekspozimin publik të Ivanka Trumpit dhe Jared Kushner në çështjen e Zvërnecit për të ushqyer narrativën e demokratëve amerikanë dhe të qarqeve që mbështet George Soros. Sipas të njëjtave burime, administrata Trump i ka dërguar Ramës mesazhe të ashpra. Ajo akuzon se ka keq përdorur emrin dhe imazhin e vajzës dhe dhëndrit të presidentit amerikan. Rama ka marrë gjithashtu kërkesën që qeveria dhe propaganda e saj të mos e përdorin më emrin e Ivanka Trumpit për të mbrojtur apo promovuar vendimet që lidhen me Zvërnecin. Këto mesazhe kanë frenuar kryeministrin nga shpallja e paketës së tij të reflektimit. Ai nuk mund të tërhiqet lehtësisht nga projektet e debatueshme në bregdet, sepse çdo tërheqje mund të hap kërkesa të tjera. Në të njëjtën kohë ai nuk mund të vazhdojë sikur protesta dhe presioni amerikan të mos ekzistonin. Për këtë arsye Rama po përpiqet ta zhvendos krizën nga vendimarrja politike të ndryshimet në kabinet. Sipas informacioneve që qarkullojnë në mazhurancë, kryeministri ka përgatitur një lëvizje për riformatimin e qeverisë, të cilën mund ta shpallë në fund të javës. Negociatat përfshin edhe vendosjen e një emri të ri, të propozuar ose mbështetur nga qarqe pranë Sorosit. Këto qarqe, sipas burimeve, nuk kanë mbetur të kënaqura me përfaqësimin aktual në Ministrinë e Shëndetësisë. Ato kërkojnë një pozicion më të rëndësishëm, ose funksionin e numrit 2 të qeverisë, ose drejtimin e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.
qeverisë. Këto nuk përfaqësojnë thjesht kërkesa për një emër në ministri. Ato lidhen me kontrollin mbi vendimarrjen, fondet politike, lejet, koncesionet dhe projektet infrastrukturore. Pikërisht për këtë arsye negociatat po zhvillohen me intensitet dhe Rama nuk ka arritur ende të mbyllë marrëveshjen. Ndërkohë, ambasadori shqiptar në Washington, Ferit Hoxha, i ka përcjell kryeministrit një mesazh që lidhet drejt për drejt me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Mesazhi ka ardhur në kontekstin e qëndrimit të administratës amerikane ndaj rrjeteve dhe organizmave që i lidh me të majtën ekstreme. Qeveria po e mban përmbajtjen e tij sekret, por burimet e përshkruajnë tonin si shumë të fortë. Të dyja palët i kanë përcjellë Ramës të njëjtën kërkesë, dhe pse për arsye të kundërta. Ai nuk mund të vazhdojë të qëndrojë në dy karrige, nuk mund ta përdorë Sorosin për të siguruar mbështetjen e demokratëve dhe në të njëjtën kohë emrin e familjes Trump për të marrë mbrojtje nga republikanët. Nuk mund ta paraqesë projektin e Sazanit si investim amerikan, ndërsa projektin e Zvërnecit ta administrojë si instrument të luftës politike kundër administratës amerikane. Kjo dilemë shpjegon vonesën e reflektimit. Rama nuk po kërkon një përgjigje për qytetarët, ai po kërkon një marrëveshje që të garantojë mbijetesën politike. Protesta i hapi krizën, por negociatat po përcaktojnë fundin e saj. Ndryshimet në qeveri, rishikimi i lejeve ose largimi i disa ministrave mund të shërbejnë vetëm si pagesa politike për marrëveshjen që Rama po përpiqet të mbyllë. Çështja nuk lidhet më vetëm me përmbajtjen e platformës që kryeministri premtoi. Çështja lidhet me palën se cilës do t'i jap garanci, me interesat që do të mbrojë dhe me faturën që do të kalojë shqiptarëve. Edi Rama ka përdorur negociatën për të hyrë në pushtet, për ta zgjeruar atë dhe për të kaluar krizat. Tani negociata e ka vendosur përballë një zgjedhjeje që nuk mund ta shtyjë pafund. Sorosi dhe administrata Trump po i kërkojnë të njëjtën gjë, të zgjedh karrigen ku do të ulet.